Alba, e irrituar nga komentet dhe sjelljet e shkurtës, shpërthen në debat përpara banorëve të tjerë. Me zërin e ngritur dhe fytyrën e tensionuar, ajo i drejtohet shkurtës duke i thënë se është lodhur nga provokimet, ironitë dhe sjelljet e saj të vazhdueshme. Alba thotë se, sipas saj, shkurta ka qenë një nga personat më problematik në shtëpi dhe se ajo e ka krijuar shpesh një atmosferë të rënduar me komentet e padobishme dhe provocimet e saj. Ajo vazhdon më tej duke thënë se shkurta, me mënyrën si sillet dhe me mënyrën si i trajton banorët, është bërë një ndër personat që e ka përçarë më shumë grupin brenda shtëpisë. Alba, e nervozuar, thekson se sipas saj shkurta nuk ka sjellë energji pozitive në shtëpi dhe se ajo mendon që banorët e tjerë e kanë të vështirë të bashkëjetojnë me të, në fund, e revoltuar. Alba shprehet se mendon që shkurta duhet të jetë një nga personat që publiku duhet ta dërgojë në eliminim, sepse, sipas saj, sjelljet e shkurtës nuk ndihmojnë as pak atmosferën e përgjithshme të shtëpisë. Banorët e tjerë rrinë të heshtur, duke parë se si debati po përshkallëzohet dhe duke e ndier tensionin që rritet mes tyre. Shkurta, e cila shpesh herë njihet për humorin e saj paksa thumbues, fillon të tallet me Albën përpara disa banorëve të tjerë. Ajo e imiton mënyrën se si Alba flet dhe lëviz, duke e bërë situatën të duket si një skenë komike për të tjerët, por jo edhe aq e këndshme për vetë Albën. Ndërkohë që vazhdon imitimin, shkurta qesh dhe bën disa komente të ashpra, duke thënë se sipas saj Alba sillet në mënyrë të pakujdesshme dhe shpesh nuk mendon para se të flasë. Ajo shton me ironi se, në sytë e saj, Alba nuk tregohet e drejtë me banorët e tjerë dhe se nuk di të vlerësoj gjërat që i ka rreth vetes. Shkurta vazhdon duke thënë se, për shkak të sjelljeve të saj të fundit, ajo mendon se Alba nuk i fiton dot simpatitë e shtëpisë dhe se nuk merr për kushtimin apo respektin që pret. Ndërkohë, disa banorë vëzhgojnë situatën të shqetësuar, sepse e kuptojnë që atmosfera po bëhet e tensionuar dhe se fjalët e shkurtës mund ta lëndojnë Albën. Edhe pse shkurta e trajton gjithçka si shaka, në fytyrën e Albës duket qartë se ajo ndikohet nga këto imitime dhe komentet e saj. Shkurta dhe Labinoti përplasen sërish në një debat të nxehtë në mes të oborrit, ndërsa banorët e tjerë i shikojnë me vëmendje. Shkurta, e irrituar nga disa komente të Labinotit, ngre zërin dhe i drejtohet atij me tone të ashpra. Ajo thotë se është lodhur nga mënyra e tij e sjelljes dhe nga provokimet që sipas saj ai i bën vazhdimisht vetëm për t'u dukur, duke folur me nervozizëm. Shkurta e quan Labinotin ignorant dhe shprehet se shumë nga komentet e tij i duket sikur i thot pa menduar fare. Ajo shton se Labinoti shpesh ndërhyn aty ku s'ka nevojë dhe krijon situata të panevojshme brenda shtëpisë, duke e bërë bashkëjetesën të vështirë për të tjerët. Mëtej, shkurta i thot hapur se sipas saj ai nuk ka asnjë të ardhme brenda Big Brotherit, sepse sjellja e tij nuk e ndihmon të krijojë as aleanca, as marrëdhënie të mira me banorët. Sipas saj, publiku kërkon njerëz që kontribuojnë pozitivisht në lojë, jo persona që krijojnë drama të kota. Banorët e tjerë qëndrojnë të heshtur, duke parë se si debatit i shtohej tensioni. Disa mundohen t'i qetësojnë, por shkurta vazhdon të shprehë mendimin e saj me vendosmëri, ndërsa Labinoti mbetet i surprizuar nga mënyra e drejtpërdrejtë me të cilën ajo i flet. Labinoti debaton ashpër me shkurtën pas një sër provokimesh që, sipas tij, janë bërë të padurueshme. Ai ngrihet në këmbë dhe me një ton të lartë i kërkon asaj të ndalojë së ndërhyri në çdo situatë, sepse kjo vetëm sa krijon më shumë tension brenda shtëpisë. I nervozuar, Labinoti shprehet se shkurta është sjell keq me shumë banorë dhe se ajo, në vend që të zgjidh problemet, i ndes edhe më shumë, duke vazhduar debatin. Labinoti thotë se shkurta po sillet si dikush që merret me thashetheme dhe që i sulmon njerëzit pas shpine, duke krijuar një atmosferë të pakëndshme për të gjithë. Ai shton se çdo herë që ndodh një konflikt, shkurta gjendet aty për ta rritur dhe jo për ta qetësuar. Gjë që sipas tij e bën atë të duket si një person që kërkon drama dhe vëmendje. Labinoti e thekson se është lodhur nga sjelljet e saj dhe se ndonjëherë i duket sikur shkurta është gjithmonë në pritje të momentit të duhur për të ndezur debate të reja. Ai thotë se banorët janë të stresuar mjaftueshëm dhe nuk kanë nevojë për dikë që vepron në prapaskenë për t'i provokuar. Gjatë gjithë kohës, të tjerët i shikojnë të tensionuar, duke e ndjerë se debati po i kalon të kufit.
ndërsa Labinoti vazhdon të shpreh hapur mendimin e tij, duke mos hezituar të thotë se Shkurta duhet të ndryshojë sjelljen nëse do që shtëpia të jetë më e qetë dhe marrëdhëniet më të mira.